Me një vot më shumë se kolegu i partisë mund të është deputeti i parlamentit të ardhshëm nga listat e hapura, duke bërë që betejë në këto zgjedhje kandidatët mos ta kenë vetëm me kundërshtarët politik, por të nisë edhe një garë të ashpër mes të njëjtit lloj. Është pikërisht ky parashikimi i kodit zgjedhor që ka detyruar kryeministin shqiptar Edi Rama të vendosë vijat e kuqe për të shmangur konfliktet mes ekipit të tij. Televizioni 6+ Vlora siguroi mesazhin që kryesocialisti u ka dërguar kandidatëve për deputet, duke u kujtuar atyre se strukturat janë të partisë e jo të tyret. Asnjë deputet s'duhet të hapë zyrat të veta jashtë zonës së caktuar nga drejtuesi politik. Çdo deputet është i lirë të bëjë takime ku të dojë, por aman asnjë mënyrë nuk duhet të përdorë për takimet e tij strukturën dhe as të bëjë takime me strukturën jashtë zonës së përcaktuar nga drejtuesi politik, sepse struktura është në funksion të organizimit tërësor dhe funksionon në zonën e vet për qëllimin e përbashkët, jo për të bërë tabel qitjeje e çdo deputeti të qarkut. Vëmendjen u atërhoqi edhe atyre që i shpërbleu me një vend të sigurt në parlament, të cilëve u kërkoi të mos orientojnë votën preferenciale për kolegët e tyre në listë të hapur, por të bëjnë fushatë vetëm për numrin 5, që Partia Socialiste mban në fletën e votimit. Deputetët në listë të mbyllur nuk duhet kategorikisht të kërkojnë vota për asnjë deputet në listën e hapur, por vetëm për numrin 5 dhe të gjithëve duhet u thonë, tek vota preferenciale jeni të lirë. Po ashtu deputetët në listën e hapur nuk është mirë të kërkojnë kolegëve në listën e mbyllur vota në zonën përkatëse, pasi e para i vën në pozitë të vështirë, e dyta i shtyn drejt prishjes së barazisë së garës dhe e treta i bëjnë të çorodisin strukturën. Natyrisht, kjo vlen për të gjithë, deputet aktual apo kandidat. Edi Rama po vendos vijat e kuqe të garës brenda të tyve, tashmë që ethet elektorale janë bërë edhe më të forta. Ai u kërkon kandidatëve për deputet të mos ndërhyjnë në zonat elektorale të kolegëve të tyre për një garë sa më të ndershme, ndërsa kandidatëve në listë të sigurt u kërkon të mos lobojnë për shokët e partisë, të cilët i ka vendosur në listë të hapur.